Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar të pranishëm. Tragedia dhe vështirësitë nëpër të cilat kaloi Kosova dhe populli i saj gjatë 10 vjetësh të fundit të shekullit të 20 janë të njohura për të gjithë ne. Duke filluar nga mohimi të drejtave elementare kombëtare, fetare e gjuhësore, pastrimet me karakter etnik e fetar, deri në gjenocid, vrasjet, masakret e dhunimet, ishin pjesë e terrorit shtetëror serb që ushtrohej ndaj popullit tonë të pambrojtur. Kur vim te periudha e pas luftës, lirisht mund të themi se ajo periudhë nuk ishte aq e lehtë për popullin e Kosovës. Populli ynë ballafaqoi me vështirësi të mëdha që kishte lënë pas lufta dhe kryesisht mbizotronte atmosfera e përkrahjes për njëri tjetrin. Është shumë e vërtetë se lufta kishte pushuar fizikisht, por se pasojat fatale që kishte lënë pas ishin prezente në jetët e njerëzve dhe në ndërdijen e popullit. Një nga problemet më të mëdha nga pas lufte e këndej padyshim se është edhe fati i të zhdukurve të luftës së fundit në Kosovë, i cili akoma vazhdon të jetë i pasgjidhur edhe sot e kësaj dite. Varrezat masive në Serbi për nga ende nuk janë kthyer të gjithë familjarët tanë, pastaj fakti se me rastin tërheqjes së forcave ushtarake dhe paramilitare serbe nga Kosova, kishin marrë peng mbi 2150 shqiptar, ndër të cilët 13 femra e 35 të mitur. Duke ia shtuar kësaj tragjedie dhe shkatërrimet që kishin bërë gjatë luftës, tregon më së miri se me çfarë katastrofe humanitare, sociale, ekonomike po përballej populli jonë që nga pas lufta e këtej. Megjithatë, populli ynë me një kuraje të pashoqë dhe palë ndihmes dhe përkrahjes së bashkësisë dhe organizatave ndërkombëtare, ja doli që në masë të madhe të i kaloj problemet që shkaktoi lufta dhe sot gjendja e popullit tonë është shumë e mirë në shumë aspekte, edhe pse ende kemi vështirësi të shumta. Me këtë rast më lejoni të përmend faktin se Bashkia Islame e Kosovës me të gjitha institucionet e saj dhe kuadrin e vet, sikur para dhe gjatë luftës u vënë në shërbim të popullit. Po ashtu edhe pas luftës me një mobilizim të forcave dhe kuadrit të vënë në shërbim të kauzës kombëtare, duke dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm në zbutjen dhe zgjidhjen e problemeve sociale ekonomike të popullit tonë, deri në realizimin e ëndrrës tonë shekullore. Vetëm sa për ilustrim shkurtimisht të theksoj vetëm disa segmente të kontributit tonë në rrafshin humanitar, ku ne si Bashkia Islame kemi dhënë mbështetjen dhe ndihmën tonë morale e materiale. Bashkia Islame e Kosovës ka qenë pjesëmarrëse e të gjitha rivarrimeve anë kënd Kosovës. Këtu para jush do të përmend vetëm rivarrimet në komunën e Gjakovës, ku isha i shoqëruar nga të gjithë imamët e komunës së Gjakovës, si në Mej, Koreniza, në Varrezat e Martirëve në Çabrat, ku bëm thirrje institucioneve vendore dhe faktorit ndërkombëtar, që të bëhet më shumë në zgjidhjen e çështjes së të pagjeturve, si dhe kthimin e mbetjeve mortore të zhdukurve nga varrezat masive në Serbi, në tokën mëm të Kosovës, ku edhe të preheshin të qetë përjetësisht. Me një fjalë, Bashkia Islame e Kosovës qëndroi pranë familjarëve të zhdukurve në çdo kohë. Fillimisht duke qenë pjesëmarrës në rivarrime, duke vizituar familje për ngushëllime dhe mbështetur zyrën e organizatës jo-qeveritare Thirrjet e Nënave, duke bashkëpunuar ngushtë me Komisionin Qeveritar për personat e zhdukur, dhe gjithnjë kemi përkrahur si në aspektin moral e material familjarët të zhdukurve përmes skemave sociale të shoqatës tonë Bereqeti. Bashkia Islame e Kosovës vazhdon të jap kontributin e saj edhe në vetëdijësimin e popullatës së Kosovës për gratë të dënuara në luftën e fundit në Kosovë. Në vazhdimsi kemi bërë thirrje për vetëdijësim dhe ndërgjegjësim të shoqërisë kosovare për detyrat dhe obligimet tona që kemi karshi kësaj shtrese të shoqërisë tonë. Kemi apeluar nga të gjitha xhamitë e Kosovës
duke përgatitur tema të veçanta enkas për to, që gratë dhe nuara të mos jenë të stigmatizuara nga familje dhe shoqëria në përgjithësi. T'ju qëndrojmë afër, t'ju ndihmojmë që t'i harrojnë të vujtje, plagë dhëmbje shpirtërore, t'i respektojmë dhe të mundsojmë që të rikthehen në jetën normale, pa brengë shqetësime që i takojnë së kaluarës. Në anën tjetër janë realizuar aktivitete të ndryshme, tëreza të rrumbullakta, seminare të ngjashme në disa komuna të Kosovës si në Gjakov, Dragash, Gjilan, Podje, Prizren e tjerë, me iman dështetar për fuqizimin e rolit të gruas shqiptare në familje, shoqëri dhe për ndaljen e dhunës ndaj grave në familje. Me që Komiteti Ndërkombëtar i Kryqëzit të Kuq merret edhe me monitorimin e qendrave të parandalimit dhe buxheve, me duhet të përmend faktin se Bashkia Islame e Kosovës ka dhënë një kontribut të çmuar në rehabilitimin të burgosërve dhe parandalimin e radikalizmit të burgjet e Kosovës. Dhe krejt në fund dua të theksoj parajush qëndrimin e palëkundur të Bashkisë Islame të Kosovës, se ne me përkushtimin më të madh do të vazhdojmë punën tonë humane për një mirëqenie sa më të mirë të familjarëve të zhdukurve, del në kthimin e tyre në mëdhej. Nga se kështu na mëson Kurani, kështu na mëson pejgamberi, kështu na kanë mësuar ulemaja jonë e ndritur. Ju falenderit dhe në fund krejt dëshiroj vërtet që në emër të Bashkisë Islame të Kosovës edhe njëherë falenderoj punën madhore që bën edhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqëzit të Kuq në Kosovë. Përshëndes të gjithë të aktivistë që po japin një kontribut në këtë fushë, në veçanti në gjetjen e personave të zhdukur. Falenderoj edhe kontributin që po jepni ju kryetar të këshillave në për komunat e Kosovës, ana kënd Kosovës. Këtë duhet ta bëni edhe më shumë dhe edhe më tepër japni kontributin tuaj për çdo gjë që çon ka prosperitet e ardhmëria e sigurt e vendit tonë. Zoti ju shpërblet për punën tuaj, Zoti na shpërblet të gjithëve, dhe Zoti pranoft të gjitha punët tona që i bëjmë me një qëllim të vetëm pra për mirëqenien e përgjithshme anëkën globit mes shoqërive njerëzore. Faleminderit.